Jam 30 vjeçe dhe askush nuk e do zogun tim. Jo sepse është i shëmtuar, as sepse është i gabuar, por sepse njerëzit presin që zogjt të jenë njësoj, të rregullt, të heshtur, të përshtatur sipas librave që nuk i kam lexuar kurrë. Zogu im ka mësuar të mbijetoj vetëm, ka mësuar të mbyllet kur ndjen gjykim, të tkurret kur ndjen ftohtësi dhe të rrah fort vetëm kur është i sigurt, por rrallëherë ka qenë i sigurt. Disa janë afruar me kurreshtje, por janë larguar me frikë. Disa kanë buzëqeshur, me sytë e tyre kërkonin diçka tjetër, diçka më të lehtë, më të thjeshtë, më pak të vërtetë. Askush nuk donte ta njihte vërtet zogun tim, sepse për ta duaj durim, ndjeshmëri dhe guxim. Unë kam menduar se problemi isha unë. E kam pyetur veten nëse duhet ta ndryshoja, ta fshehja, ta edukoj ndryshe, por zogu im nuk është gabim. Ai është kujtesë, është histori, është mënyra ime për të ndjerë botën. Dhe sot në moshën 30 vjeçare po mësoj diçka të re. Ndoshta askush nuk e ka dashur zogun tim, sepse askush nuk ka qenë gati për mua. Dhe kjo nuk është humbje, është pritje.